Kush nga ju do të jetonte në ishullin me ligjet më absurde në botë? Jeni në gjendje? Tani po ja u tregoj sepse para pak kohësh jetonte një vajzë shqiptare. Kishte shkuar për punë, rastësisht na kishte shkruar sepse kisha bërë një emision për këtë, por doja t'ja u tregoja sepse ne tani erdhi pranvera. Çelin lulet, njerëzit fillojnë që të shëtisin dhe për ne është sikur të ketë qenë një dimër jegër. Por a e dini se ku gjendet ky ishull i çuditshëm me këto ligje të çuditshme? Gjendet pothuajse 1000 kilometra nga poli i veriut, sepse bën pjesë në Norvegji, po është nga ishujt norvegjez dhe quhet Svalbard. Dhe këtu në këtë ishullin, pra në Svalbard, jetojnë rreth 1000 banor. Por tani çfarë ka të veçantë? Atëre, duhet të dini që në Svalbard ka temperatura shumë të ulta. Në fakt, aty nuk mund të lindësh një fëmijë. Jo se nuk mund të lindësh fëmijë, por gratë shtatzane pasi kanë arritur në muajin e 6 janë të detyruara që të largohen sepse klima është tepër e egër dhe fëmia mund edhe të ketë probleme. Pra ekziston një spital, një martenitet, por është tepër e vështirë që të lindin aty fëmijët. Dhe shkojnë dhe i lindin diku tjetër. Dhe ky është ligji i parë. Pra nuk mund të lindin fëmijë aty. Ligji 2. Kur vdesin të moshuarit, me fjalë kur vjen momenti, nuk i varrosin aty. E dini pse? Sepse është vërtetuar në mënyrë biologjike që nëse vendosin trupat nën tokë, ata nuk shpërbëhen. Pra trupat e të vdekurve nuk shpërbëhen, por ngrinë dhe jetojnë në një status letargjik sikur të jenë të gjallë. Bile ka patur disa probleme në të kaluarën dhe mund të krijojë ndonjë pandemi të fortë një gjë e tillë, sepse mund të krijojë edhe zombi. Po, mundet që një virus të krijojë edhe zombi. Është vendi më i përshtatshëm për të krijuar një zombi. Bile në filmat që flitet për zombi, janë krijuar këta zombit pikërisht pra në këto zona, në zonat e ftohta. Dhe është ky problemi kryesor që kur vdesin, të gjithë ata që vdesin i marrin dhe i çojnë diku tjetër, jo aty. Pra nuk varrosen. Dhe ky është ligji 2. Ligji 3. Duhet të kesh armë. Me fjalë secili mban armë me vete, sepse ka arinj polar dhe kafshë të egra që mund të përpinë në sekond, sepse aty ku do të shkojnë që të hanë. Dhe është e vështirë që të gjejnë për të ngrënë. Zakonisht ata edhe mundohen që me fjalë banorët që të dërgojnë ushqime këtyre kafshëve, me fjalë të çojnë ushqime në disa zona, disa vende që mos të bëhen agresiv, por është pothuajse e pamundur. Në fakt her pas here ndodhin edhe incidente të tilla. Pra ju do të jetonit në një vend të tillë kaq të ftohtë dhe me një ekstremitet të tillë. Kjo vajza shqiptare ishte atje rastësisht dhe na shkruajti dhe tha unë nuk dua të kthehem më, sepse është me të vërtetë është merr të jetosh aty.